Ndoshta do duket si kur kemi bërë ndonjë marrëveshje, po edhe në funksion të asaj që sapo tha kolegu, bazuar në nenin 31.2 dhe nenin 49 të rregullores, do të kërkoja shtyrjen për një javë të shqyrtimit të 4 projektligjeve në rendin e ditës. Projektligji parë që kërkojmë shtyrjen, dhe shtyrjen në fakt që t'jem korrekt nuk po e kërkoj për propozimin e kolegut, por një farë mënyre kanë të njëjtin qëllim, ka të bëj me faktin që janë projektligje të cilat duhen rakorduar fjalë për fjalë me Komisionin Evropian. Prandaj i propozoj seancës sipas parashikimet rregullores që projektligji për disa shtesa ndryshimi në ligjin 8874 datë 29/3/2002 për kontrollin e lëndëve që përdoren për fabrikimin e palishëm të lëndëve narkotike, projektligji për disa ndryshime në ligjin numër 7975 datë 26/7/95 për barën narkotike dhe lëndë psikotrope të ndryshuar, projektligji për parandalimin e konfliktit interesave në ushtrimin e funksioneve publike, projektligji për disa shtesa ndryshime në ligjin 10221 datë 4/2/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi, të shtyhen për javën pasardhëse, siç e kemi të përcaktuar edhe në kalendarin e punimeve të Kuvendit, kështu që e lehtësojmë disi edhe kalendarin ose agjendën e ditës sotme, dhe besoj që dhe kolegët e opozitës janë dakord, me qenë se kishte një propozim për të reduktuar numrin e çështjeve që shqyrtojmë, ndërkohë për 2 çështje që nuk kanë diskutim, por që nevojiten për punën e përditshme të komisioneve, do të kemi sjell 2 kërkesa për të përfshirë një projekt vendim për një shtesë në vendimin e Kuvendit për caktimin e përbërjes komisionet përhershme dhe një tjetër për përcaktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisionet përhershme. Do kërkoja zoti kryetari i Kuvendit në zbatim të normës së rregullores ta hidhni në votim këtë kërkesë.